Mirë, kthehemi tani në pjesën e dytë të emisionit. Ja anuncova edhe pak më parë që do të flasim për një mision. Çdo herë kam kënaqësinë kur kam në studio kolegun Osman Stafa, sepse bashkë me të flasim për momentet bukura, gjërat bukura, që veç Osman Stafa mundohet t'i realizojë më së miri në perfeksionin e tij, bashkë me ata bashkëpunëtorë të ngushtë që ka zgjedhur të ketë në atë mini staf të vetin, le ta themi kështu. Flasim për një mision për të bërë njerëz të lumtur, edhe ata njerëz të cilët nuk e kanë menduar ndonjëherë në jetën e tyre, kryesisht fëmijët që do të jetonin ato sekonda, ato minuta. Në News 24 mbulon zhvillimet e opozitës, zhvillimet brenda Partisë Demokratike me raportime drejt për drejta në televizionin ton dhe me kronikat që ai përgatit sikurse live-et e tij. Por do të flasim edhe për tapat e famshme. Ju e mbani mend edhe në këtë emision kemi folur. Në çpik është ky mision i Osman Stafës, ku të gjithë që e shohin i fusin disa tapa në xhep apo një qese. Megjithatë, sot do të flasim për po të vjen një kartolin, dhe me mua në studio është Osman Stafa, që do të na le të themi përditësoj paksa edhe me pjesën e onkologjikut, sepse në ka njerëz që vërtet vuajnë dhe kërkojnë një dritë jeshile nga Osman Stafa, janë pikërisht ata që vuajnë në ditët e tyre më të këqija me një tumor që fati i ka rënë t'i përjetojnë, por që janë gjithmonë me syt drejti për të bërë diçka të mirë. Mirë se vjen Osman përsëri. Mirë se gjej Nisida, shumë kënaqësi për mua të jem në studion tënde, në këtë drejtare ku unë realisht e ndjej ngrohtësinë dhe i them gjërat siç më burojnë. Kështu ka ndodhur gjithmonë nga gjitha ngjyrat e këtu në studio, sepse që nga përfaqësues të politikës ku i pyesim së bashku, flasim edhe për gjëra të tilla që për mua kanë rëndësi më shumë këto që po bisedojmë tani. Megjithatë, do doja ta nisja me po të vjen një kartolin. Është i disati vit, është kthyer në traditë tashmë, madje edhe të pamundurit fëmijët janë mësuar që të ndjekin se ku do të shkojë Osmani këtë herë. Dhe je përgjatë gjithë kohës me atë idenë ku të kapësh më të mirën në gjithçka. Do doja të cilën vëmendje duke folur me ty. 24 fshatra në Skrapar, 3 në Dibër, në Mirdit, në Elbasan, 200 fëmijë jetim, në Librazh, në Prenjas, në Kukës, Maliq, Cërrik. Si ja ke dalë në 2 muaj të bësh gjitha këto? Me këtë grupin, që është grupi më i mirë, që nga Kledisi, Ervini, Alicia, Gestiana, Ina, Eltoni, Zamiri, Egli, Violanda, Armela, Albioni, po është më i mirë i grupit. Është në grup? Gesi, po është pjesë e grupit tonë. Sa vjeç është? Ka bërë namin, është 12 vjeç. Bravo. Edhe realisht është një nga vullnetarët që vjen i parë dhe ikën i fundit ke vendin e ku mblidhnim dhuratat, si dhe Kristina, apo edhe Fabiola që nuk ka qenë dot në këtë udhtim, apo edhe të tjerë gjithashtu. Të paktën janë këta njerëz bashku organizojnë po të vjen një kartolin për 600 vit radhazi dhe nga ku shkojmë nëpër fshatrat e Shqipërisë për të çuar sadopak gëzim për fëmijët të cilët në atmosferën e festave, fëmijët e fshatrave të Shqipërisë janë ata të cilët e përjetojnë më pak, ose energjinë e festës, dritat e bukura i shikojnë nëpërmjet ekranit të televizorit, ndërkohë ne përpiqemi që të shkojmë atje. Dhe nga gjithë eksperjenca ime janë shkolla ku vetë mësues na thonë që nuk ka ndodhur ndonjëherë në shkollën tonë që të vinë na sillin dhurata. Po, momente që fëmijët si kanë përjetuar. Ja, ne na ndjekin edhe këto video teksta je duke biseduar. Po, këto është në Skënderbe, ku njerëz të ndryshëm, pra si veprojmë ne. Ne marrim pra identifikojmë fshatra me anë të kontakteve që kemi thuajse në gjithë vendin dhe identifikojmë fshatra për rreth 2000 dhurata, se është kapaciteti jonë për të dërguar. Ne nuk kemi shoqat, nuk kemi organizat, nuk kemi fondacion, nuk kemi asnjë gjë. Si e bëni këtë mënyrën e transportimit kaq shumë, le të themi, shiri janë shumë dhurata gjithsesi. Janë 2000 dhurata, nuk janë pak. Sepse të paktën pasi marrim emër mbi emër moshë gjini të çdo fëmije, më pas janë njerëzit ata të cilët i përgatisin këto dhurata duke i marrë emrat e fëmijëve tek ajo faqe që ne kemi hapur, Kartolina.al. Aty marrin të dhënat, pra sa fëmijë duan ata të gëzojnë për festat e fundvitit. Normalisht nuk është ndihmë, pra ne nuk po shkojmë për të ndihmuar. Nuk çojmë ushqime, çojmë vetëm lodra, dhurata të ndryshme, çojmë veshje. Çfarë njerëzit përgatisin dhe mendojnë se do ta gëzojnë atë fëmijën, i shkruajnë edhe një kartolinë, sepse kemi dashur dhe nuk dua të ikej asaj të shkruarës, dhe besoj që elementi i kartolinës ka qenë mjaft i lezetshëm për një shkak, sepse njerëzit janë rikthyer në kohë kur dhurata që shkëmbenin me njëri tjetrin ishte ajo kartolina vetëm, që e blenin 50 apo 100 lek,
për t'ia dërguar shokut, shoqes, familjarit e kujdo tjetër. Për shembull, këto janë gjithë ndjesitë e njerëzve që vinë tek, pra kur dorëzojnë dhuratën, vinë edhe japin një ndjesi se si janë ndjerë gjatë përgatitjes të dhuratës që kanë bërë. Dhe përjetimet janë nga më të ndryshmet dhe nga më sensitive. Dikush për shembull thoshte kur kam qenë unë e vogël, ishte një vajzë, kishte njerëz të cilët më kanë dhuruar mua. Dhe ajo kur e kishte dëgjuar këtë nisëm dhe ishte e njëjta filozofi, tha edhe unë dua të lumturoj një njerëz. Dhe filozofia jonë, dhe ajo çfarë ne duam të japim tek fëmijët është përveç se t'i gëzojmë në një atmosferë feste ku gjithë duan të jenë të gëzuar dhe më të pafajshmit dhe ata cilët i përjetojnë më shumë të festat janë fëmijët. Atëherë, Osman, kur ke nisur, sepse dakord, nëntor, dhjetori është periudha e sulmit për ty në këtë pjesë, në këtë drejtim, por sa më parë nis puna, sepse është një staf që duhet të organizohet? Patjetër, ne nisim gati në tetor që identifikojmë tetor nëntor, deri në gjysmë nëntorit, identifikojmë zonat, marrim emrat e fëmijëve, bëjmë gati faqen, pra portalin, dhe më pas nisim pra atë pjesën e sulmit. Çdo ditë, nga hëna në të diel, nuk ka pushim për ne. Gjithë ky grupi është tek vendi që kemi përcaktuar, është Vila Trinity tek stacioni i trenit, i cili na ka hapur ambientet e veta, miku im i mirë Zamiri dhe mundemi që aty të presim dhuratat, të presim njerëzit më pas. Në javën e fundit të shkollës, por edhe pas për fëmijët për shembull jetim të Elbasanit, për fëmijët që kemi marrë Mamuras apo në Shkodër, kemi shkuar përtej pra kur mbaron shkolla, por aksioni jonë më i madh është gjatë javës së fundit të shkollës. Pra shkojmë në Has, shkojmë në Librazh, shkojmë në Cerrik, shkojmë në Dhe me këtë udin e kuq që të shoqëron kudo, shkon edhe në fshatra të thellë, por gjithsesi kthehesh brenda ditës, po, na duhet brenda ditës, jo, nuk mundemi dot. Po të shikosh disa prej videosh që kemi nisur natën. Ja, tek është natë, po. Pra, domethënë, Mjegull, ko e është fshati keqe. Kukës, realisht unë kam qenë personalisht vet, ka qenë dita e vetme që unë e kam marrë pushim, kemi ikur bashkë me grupin dhe kemi vajtur shiko çfarë rrugë. Pra, ishte një rrugë goxha e vështirë, ishte humner pjesa tjetër, kemi vajtur me 3 automjetet tona, kemi vajtur na prisnin fëmijët që ishin bashkuar nga 4 fshatra. Ishte Shkinak, fshati Fshat, Çaje dhe mos gaboj Buzmadh. Po. Pra ishin këto fshatra ku ne kemi shkuar personalisht vetë sepse duam të shikojmë realisht atë realitetin atje që është jashtë çdo lloj realiteti që ne shikojmë në Tiranë. A ka diçka? Ka dhe diçka nisit. Nëse për shembull fëmijët që janë afër zonave urbane, kur i jep një dhuratë, duke qenë se jam mësuar vit për vit, ndoshta nuk e kanë atë ndjesinë e madhe, më beso që aty është një tjetër ndjesi. Ti e shikon me sytë e tu atë emocionin e madh që i qellon një stilolaps, i qellon një top, i qellon një veshje, i qellon çfarë do dhe ai thot wow, më thënë e përjeton dhe të vjen dhe thot faleminderit. Dhe jam vërtet të surprizuar, por a ka ndonjë rast që të ka bërë shumë përshtypje për gjatë këtij viti, për gjatë këtyre 2 muajve, ndonjë rast specifik, ndonjë fëmijë që nuk e di, e ke përjetuar, ka një histori që ndoshta të ka prekur, nuk e di. Shiko, më bën shumë përshtypje dhe sensibilizimi i atyre fëmijëve. Çfarë ndodh? Në përfshatrat kanë mbetur ato familje që nuk kanë mundur dot të shkojnë drejt qytetit, pra edhe të varfra. Por edhe në atë zonën e varfër atje ka njerëz familjar, por edhe fëmijë të cilët sensibilizohen me raste të caktuara. Ishte një djalë në zonën e Kukësit ku ne ishim aty dhe i qelloi një dhuratë, por po ta shikoja atë djalin e kuptoja që vinte nga një familje tmerrsisht shumë e varfër. Po me një qetësi, me një lloj ftohtësie edhe në fytyrë, sepse nuk ishte mësuar me marr. Dhe kur merrte pakon shikonte nga mësuesi për të marrë atë konfirmimin, ta marrun këtë pakon? Dhe pastaj ti do duhet të merrje më shumë informacion për atë fëmijën dhe ton, shiko, ja është një familje shumë e varfër, ka nevoja shumë të mëdha, dhe bashkë me ekipin pastaj aty mbledhim çfarë kemi në për xhepat ton për të çuar dhe ushqime, sepse realisht situata ishte atill që kishte nevojë. Dhe po thoja, po mendoja, ore është një gest kaq i vogël. Pra me bë një dhuratë dikush dhe unë jam falendërues dhe mirënjohës, madje i përulem çdo individi që i ka besuar për 16 vit kësaj nisme. Pra vjen, merr nga koha e tij, nga financat, nga çdo gjë që ai merr kohën e tij për të përgatitur dhuratën, e sjell tek ne dhe ne e dërgojmë tek fëmia. Pra është një lloj zinxhiri që un kam dashur të jap mundësi njerëzve për ta bërë, se tek e fundit ndoshta gjeja unë mundësinë Sida për të kontaktuar, nuk e di, për të kërkuar 5, 6, 10 bizneseve për të bërë këto dhurata dhe i bënin fare kollaj ata. Madje kanë shumë kollaj. Jo,
ideja t'i bëjnë njerëzit sepse ndihen mirë. Ne kemi nevojë si shoqëri për të shpërndarë mesazh pozitiv. Njerëzit më të mirë, kjo është. Dhe ka një gjë të bukur që më ka bërë përshtypje dhe ja them çdo njeriu, se na thonë, "Ore, pse i publikoni ju këto?" E para punës kjo nuk është bamirësi. Pra ne nuk po bëjmë ndihma, nuk po japim ndihma. Bamirësia është tjetër. Bamirësia është tjetër, por ama ne duam të japim mesazhin e fuqishëm, teksa kemi një shoqëri që prodhon shumë negativitet. TikToku që është i frikshëm për sherrë, më thash etj. Teksa kemi një shoqëri që lajmet Gjithsesi kjo është një formë bamirësie shpirtërore, shumë është terapi, duhet të thënë. Është terapi patjetër, por ama nuk është nga ato bamirësitë e mirëfillta. Ne duam të japim mesazhe. Dhe po ta thoja, marrin rëndësi lajme, u lidh filani me filankën, u nda, sa kanë bashkë, pse s'kanë bashkë dhe marrin gjithë vëmendjen e mediave. Jo, ne duam që edhe këto raste, këto ngjarje, të atyre 14-15 vetave që janë nga ai grupi, që kanë vendosur që kohën e tyre të mos ta shkojnë, mos ta çojnë tek familjet e tyre dhe sidomos në kohë feste, por ta çojnë për këta fëmijë. Megjithatë, Osman, nga viti në vit e ke arritur, sepse ke krijuar një rrjet njerëzish që të ndjekin kudo dhe duan të marrin pjesë në atë mision që ti ke. Dhe unë jam shumë i lumtur sepse është një lloj përgjegjësie shumë e madhe të besoj dikush sot dhe sidomos në kohën e sotit, është një mision dhe një lloj përgjegjësie në vete. Pra ti duhet që atë besim të mos ta thyesh asnjëherë. Për shembull po e them, ne ka njerëz për shembull na kanë ardhur me kanë thënë, a është e sigurt që kjo dhurata shkon tek fëmia? Dhe ti thua, hajde me ne. Është tmerrshme, po. Jo, hajde me ne. Po jo, ndoshta sepse nga ajo çfarë ndodh dhe prodhon shoqëria jon, ndoshta dhe s'kan faj. Sepse këtu niveli i abuzimit dhe niveli i frikshëm i përdorimit situatave ka arritur dhe unë e kam vërtetuar vetë gjatë punës time si gazetar. Por kujdo i kam thënë, që ti ke nëse ke më paktën dyshim apo diskutim, hajde vetë. Hajde vetë, ose hajde bëje vetë. Po nuk diskutohet, tani unë tapa dhe dhurata. Po pikërisht pra, kështu që vetëm në rastin tënd që je gjatë gjithë kohës edhe nga ana emocionale e përjeton shumë. Osman, si a del? Sepse unë u mundova ta përshkruaj edhe në kryet herës në hyrje të intervistës. Kjo është një gjë, tapat një gjë tjetër. Të sëmurët me tumor një gjë tjetër. Puna këtu në News 24 që është ajo që në fakt të ka intensiv sa të duash, është gjë kryesore. Prap, si a del me të gjitha këto? Se 24 orë janë. 24 orë janë e vërtet, po ngrihem që herët, gjëja e parë shkoj tek onkologjiku, do flasim pak më vonë. Pastaj nis dita që nisemi që herët në orën 5 nisemi zakonisht, do ikim në Has, në Kukës, në Librazh, në Elbasan, nisemi që herët që të mbarojmë punë dhe të kthehemi në punë. Pastaj pas dite do marrim punën, do shkojmë tek dhuratat. Do përgatisim dhuratat, do presim njerëzit. Pastaj pjesën e tapave kemi lënë në fund janarit dhe kështu vazhdon e bëjmë një lloj koordinimi, por mbeso për te gjithë lodhjes fizike që unë e kuptoj dhe është tek gjithë grupi. Tek gjithë grupi është. Unë e kuptoj këtë gjë dhe realisht jam falendërues gjithë secilit prej tyre, sepse është shumë e rëndësishme që dikush sot të vi dhe të japi atë lloj kontributi. Pa para, pa kërkuar asgjë në këmbim, vetëm kënaqësi shpirtërore. Dhe kur shkon tek ata fëmijët, mbeso, gjithë ajo lodhje që ne kemi përjetuar gjatë gjithë atyre 2 muajve, shumë zonet me zero dhe nuk e kujton fare. Unë po të ndiqja në rrjetet sociale, në fakt, për gjatë gjithë kohës që rrugton bashkë me bashkëpunëtorët e tu, ka edhe momente pozitive që këmbeni me njëri tjetrin, një vallë pash mes maleve që po merrni së bashku. Do ta kisha çuar. Janë momente të bukura dhe ato. Janë momente shumë të bukura sepse kishim grupin, grupi është realisht me një energji të pashtershme. Edhe ja morëm valles mund mes maleve të Kukësit, ta jemi që jemi këtu mes maleve të Kukësit, pse mos t'ja marrim, edhe duke qenë se e kërcej mirë, do më thënë, si grup vallen e Kukësit. Ti në fakt i sham të gjitha vallet. Dhe ata që t'janë interesuar, ty ke Facebooku im, te Instagram, aty e gjenë, edhe e kanë edhe më kollaj për ta parë. E qartë. Mirë, këto ditët e fundit tani fare të vitit, e kanë fjallën 31 ku do të gjeja, apo është e përfunduar, e konkluduar? Në datën 29 do t'jemi në Elbasan tek 200 fëmijë jetim të cilët u bëjmë dhurata vit për vit. Janë fëmijë të cilët kanë shumë problematika, por ne mundohemi me atë gjën tonë, me aq sa mundemi me anë të njerëzve për t'i gëzuar sadopak, por janë familje nisida që nuk kanë babajin dhe marrin nga shteti jon 16.000 lek, 18.000 lek, 20.000 lek, 30.000 lek pension në muaj. Dhe është qesharake. Dhe janë, mos them, rreth 20.000 fëmijë jetim në gjithë Shqipërinë. Ata cilët trajtohen me status jetim janë ata që nuk kanë dhe nënë dhe baba dhe marrin diku rreth 100.000 lek,
kurse pjesa tjetër që janë me një nënë e cila duhet shkojë në punë, se nuk ja del dot ndryshe. Po me qira, po me shpenzime, po me ushqime, po me çdo gjë tjetër, merr 16, 17, 20, 30 dhe i kam raste të cilat i kam identifikuar. Dhe po dua që të jap një herë mirë fund, pra të zgjidhen ca gjëra tek spitale që të merrem me fëmijët e tim, sepse realisht është një grup, një komunitet mjaft i madh i cili është lënë pas dore dhe nuk kujtohet njëri për ta. Po zero po të them. Çfarë mund të bëj një nën me 2 fëmijë jetim, me 1 fëmijë jetim, me 17 apo me 30.000 lekë muaj? Më thuaj ti mua që 2 kg djath shkojnë 30.000 lekë tani. Të mërshme.